vjetësh, kur lindi gjeniu i skenës, Aleksandër Mojsiu, është më tepër një ushtrim mendor, sepse fizikisht nuk mund të kthehemi dot në kronologjikisht 125 vjet më parë. Por mas 125 vjetësh ne mund të bëjmë një analizë. Është vërtet që jeta e tij nuk je gjatë, nuk ka jetoj pak më shumë se 50 vjet. Në këto 125 vjet ka një periudhë heshtje ku ai nuk ka dot më. Por flasim vetëm krijimet e tij, të cilat janë të incizuara, disa janë dhe në filma, po përgjithsisht janë të incizuara, dhe kujtimet. Pra ne mund të gjykojmë tani mbi Aleksandër Mojsiun vetëm në këtë material që arkivor, i cili është absolutisht i paplot në raport me atë që ka qenë në vërtetë. Pra ne flasim për Aleksandër Mojsiun duke gjykuar nga fragmentet, jo nga tërësia e veprës së tij që ka ekzistuar. Padyshim kemi edhe disa elemente të tjera, që janë shkrimet, dokumentat e tjera. Tani është shumë e rëndësishme që kjo figurë me origjinë shqiptare, që ai nuk e mohoi asnjëherë. Befas u bë një emër botror. Nuk është aq e lehtë të bëhesh emër botror. Ne mund të themi që sot që ka disa mundësira më të mëdha globale, ka shumë kushte, si thua, të ndërmjetësimit, është shumë e vështirë që një shqiptar të bëhet emër botror. Atëherë si shpjegohet që ky njeri, i cili dhe fillimin e karrierës nuk e ka pas shumë të suksesshëm, sepse edhe e skualifikuar në fillim fare si aktor, arriti të bëhet një emër botror? Ky është thelbi, ky është enigma, kjo është enigma, si thua, që duhet shpjeguar. Padyshim që enigma mund të shpjegohet vetëm me forcën e pazakontë të artit të tij të aktrimit. Arti i aktrimit është një nga artet më iluminist, më të ndritur që ka gjeni. Jo më kohët që në kohën e Greqisë së vjetër, po dhe në kohërat më të hershme, aktorët ishin figura që bënin lidhjen e kolektiviteteve të mëdha, të popujve, të spektatorëve, të cilët shikonin tek aktori mënyrën e mediumit ku gjenia e shkrimtarëve, e dramaturgëve të mëdhenj mundet të shprehen në tyre. Në atë kohë nuk ishte media elektronike dhe teatri përfaqësonte pothuaj sintezën e të gjithë arteve. Kjo traditë, e cila në Shqipëri ka qenë e madhe, sepse Shqipëria ka afro 7 teatro të vjetër antik, më dhëmbiles nga Durrësi e poshtë. Është një gjë shumë e çuditshme në raport me hapësirën jo shumë të madhe të Shqipërisë Jugut apo jo. Shikojnë që ndjenja e aktrimit dhe përgjithsisht teatri ka qenë një traditë shumë e lashtë. Unë vetë kam gjetur disa maska teatri prej terakote, kemi muzën e teatrit me Pomenin, ka shumë elementë, si thua, që të flasin që këtu ekzistonte kjo traditë. Megjithatë kjo traditë ka qenë ndërprerë në mesjetë e më vonë. Aq më tepër ka qenë ndërprerë dhe nuk bëhej fjalë për teatrin shqiptar kur lindi Aleksandër Mojsiu. Befas, diçka nga genet e lashta të kësaj tradite, të cilë duhet ta njohim më mirë, shpërtheu tek Aleksandër Mojsiu. Aleksandër Mojsiu u bë një aktor i përballshëm, jo se nuk ishte aktor të tjerë të talentuar në atë kohë, madje edhe të famshëm. Ai gjeti një gjë për mendimin tim jashtëzakonisht moderne, që është aktuale dhe për kohën e sotme. Në interpretimin e tij, ai nuk ishte racional në kuptimin e besnikërisë së tekstit ose të një kompjuteri, që ka një program saktuar dhe flet tekst. Ai është krijues dhe krijimi i tij ka të bëjë me pasionin e tij, shpeshherë jo racional, po jo në kuptimin e keq, jo pejorativ, për treguar një element thelbësor të psikikës europiane të gjysmës së parë të shekullit 20, që ishte kriza e njeriut. Kriza e njeriut. Njeriu i cili ka një paradoks të madh.
në gjirin e tij, ku lufton e mira me të keqen, ku është njeri, ku përzihet dhe pjesa prej kafshë, ka elemente fisnik, hynor, për të arritur diçka shumë të lartë, idealiste, dhe njëkohësisht ka një brutalitet të ekzistencializmit të jetës. Ky njeri nuk mund të jepej me formula matematikore, se sa mund të jepej me një diçka, me një kufit shumë të dukshëm dhe jo shumë të përcaktuar të kalimit nga një ndjenjë tek tjetra, për të treguar pikërisht që njeriu është në krizë, dhe ky njeri që është në krizë nuk është se është njeri fatalisht i dënuar, por është një njeri e ka krizën pikërisht për treguar që është njeri që duhet ta kapërcejë këtë krizë. Ky është dhe thelbi kur flas që arti i Mojsiut, që arti i krizës së njeriu. Domethënë, ky njeri është i paqet, nuk mund të jetë i qetë, nuk është dogmatik, nuk është i vetkënaqur, nuk është optimistik në kuptimin e një utopie. Është një njeri i cili vuan, dhe vuajtja është e jashtëzakonshme. Mua shpesh më kujton një libër të madh dhe një personazh të madh të Biblës, një nga librat e Biblës, pra libri i Jobit, ku Jobi është një figurë ku vuan, dhe vuajtja e Jobit më duket shpesh thjesht si thua një metafore e shpirtit të Aleksandër Mojsiut, ashtu siç është edhe fedja tek kufama e gjallë. Më ka bërë përshtypje shumë të madhe duke parë një tablo të famshme të Murillos, një piktor i madh spanjoll. Ai ka një tablo që quhet Zbritja nga kryqi e Krishtit. Po ta shikosh portretin e Krishtit që ka pikturuar Murillo, ka një ngjashmëri gati absolute me portretin e fedjas te kufama e gjallë e Tolstoj. Mua më ka bërë shumë përshtypje. Kjo mund të jetë një rasti, nuk është problemi aty. Çka tregon që një aktor mund të përjetojë pra figurat më të mëdha të njerëzimit në veten e tij. Aq më tepër që mund të përjetojë edhe figurën e Krishtit. Do të thënë ai ka përjetuar. Aktori është një qenie vetjake që ka një shumësi të pafund qeniesh, po jo qenie çfarëdo, po qenie më i katër edhe më emblematike të njerëzimit, siç është Hamleti, siç është Fausti, siç është Krishti, siç është Idermani, që është një nga rolet më të mëdha të Aleksandër Mojsiut. Në këtë pikpamje mendoj që moderniteti i Mojsiut është një modernitet që duhet të pëlqehet edhe duhet të jetë një bazë edhe për konceptet më të lakushme, më simultante, më sinkretike të teatrit të përgjithësisë, dhe jo vetëm teatrit shqiptar, por edhe teatrit botror. Për mua është një aktor modern, nuk është një aktor siç është shpjeguar shpesh nga disa studiuesë gjoja pseudo-modern, si një aktor tashmë që ka një shkollë që ka kaluar koha me emfazë ose pak romantik. Nuk është e vërtetë. Nuk mund të ketë krizë të njeriut me emfazë dhe thjesht me romantizëm. Është një aktor i cili ka mesazhe shumë të largëta, strategjike. Dhe këto mesazhe më duket mua se janë shumë aktuale edhe sot, sepse dhe realiteti sot ka një brutalitet ekzistencial, edhe do të ishim shumë të lumtur që një aktor të kishin një ringjallje të Aleksandër Mojsiut, të kemi aktor shumë të mirë, po që të jepte pikërisht këtë dramë të njerëzimit dhe të individit, e cila është një dramë jashtëzakonisht e thellë, dhe është një dramë e cila nuk duhet të parë fatale, sepse unë jam i bindur që njeriu do të realizohet më në fund si njeri. Dhe që të realizohet si njeri, duhet që aktorë të mëdhenj si Aleksandër Mojsiu ta bëjnë të dukshme, ta bëjnë të ndërgjegjshme, si cilin nga ne që kriza e njeriut është kriza që njeriu të realizohet si njeri. Unë këtu e shikoj thelbin e artit të madh të Aleksandër Mojsiut. Dhe ndjej shumë mirë Aleksandër Mojsiu, i cili nuk e mohoi kur origjinën e tij shqiptare, kundri, mbur vazhdimisht të përdori, u bë një emër i përbotshëm, ka një ngjashmëri me një figurë tjetër e cila jo rastësisht u bë e përbotshme, siç është Nën Tereza, e cila gjithashtu nuk e mohoi asnjëherë origjinën e saj shqiptare. Dhe tashmë këta janë sa figura të mëdha të kombit shqiptar, aq dhe figura të mëdha të njerëzimit.
Nuk është shumë e lehtë që ta arrish këtë gjë, ti bashkërosh gjëra. Duhet një fuqi shumë e madhe shpirtërore, një fuqi si thua edhe mendore, por sidomos tek besimi i palëkundur që njeriu mund të poshtërohet, por njeriu është njeri dhe njeriu do të triumfojë një ditë si njeri. Ky është mendimi im për
Edhe aqsa jemi ne krenar që e vendit gjithmonë duke se unë vjen nga shqiptarët, po aqë krenar jam italian, që ai gjuhën e nënës se kishte italisht. Unë në vitin 1995 profesor kam qenë i ftuar dhe mik i ambasadës italiane në Trieste. Mund ka bërë që përshtypje që familja e Mojsive në qytetin e Triestës kishte ndruar 8 shtëpi qerajit, ashtu si ishin qerajit këtu në qytetin e Durrësit. Edhe unë e kam me një gazetar të gazetës Ilpikën, e kam shëtitur të gjithë shtëpijat ku ka banuar familja e Mojsive. Edhe në një takim protokollar në ambientet e qytetit të Triestës, në takim protokollar me zëvendës sindakon e qytetit të Triestës, në pranimin e masmedjes të Triestës, unë midis tjerave kam shprehur një desiderat time, që s'kemi ardhur për të darë kufit ku ti takon Aleksandr Mojsiu, se është i kulturës evropiane dhe i gjithë skenës botërore. Por më vjen e kam si dëshirë, thosh që s'pas një plak në gjithë të 8 shtëpije që ka banuar familja Mojsive dhe në via Grumëllë 7, ku e ka lindur, që s'pas një plak për këtë morë. Reagimi pozitiv ka qenë një hershëm në kryetarin e bashkisë në këtë konferencë shtypi, në takim protokollar, dhe gazetët të nesërme në vend duki që propozimi i drejtorit muzeut është që s'ka një plak tillë. Tash po të shkonin në Trieste, do të shihni emërtimin e një pjase, Aleksandr Mojsi, aktor, edhe në Il Giardino Pubblico, ku pasqyrove paraqiten të gjithë figurët që kanë ndikuar në historinë e qytetit të Triestës, është edhe busti i brancë i Aleksandr Mojsiu. Ne organizova temën gjenealogike të familjes së nënës së Mojsiut, kanë lindur të gjithë ema, babai, gjyshi dhe gjyshja, kanë lindur në qytetin e Gorizia, pranë Triestës. Unë kam shku, i kam pa, e tjere. Edhe njëkohësisht, atë që kam mundu ke edhe studiu shqipan, Aleksandr Mojsiu nuk është më ka përcyer kjo fëmijë në numër Aleksandr Mojsiu. Po sipas regjistrit volumit 6 të Kishës Lindore të Triestës, ku janë shënuar lindjet dhe pagjimet e fëmijëve të familjes Mojsiu, është fëmia i fundit i nënti Aleksandr Mojsiu. Duke patur njëkohësisht jo unë, por çdo qytetar shqiptar kur shef nderimi që i bëhet Aleksandr Mojsiu në qytetin e Triestës, ashtu siç mund ta nderoj edhe Vjenën, siç mund ta nderoj edhe çfarë pati vore në pra ky qytetar i përdorshëm që asnjëherë nuk ka vënë origjinën e tij. Se unë në vetë dhe jashtë. Vetëm kjo mjafton. Ne mund të bëjmë shumë artikuj, mund të bëjmë shumë libra, por vetëm thënia e origjinës së tij është krenari për ka qytetin e Premjerisë Durrësit, po ka dhe qytetin ku prehen eshet e sparës të Mojsive Kavaj. Ai në vërtet ka një vilë luksoze në Vjenë, e tjerë, ka dhe dëshirën e fundit që të varroset në Markote, por këtë qytet dhe shkrimet i të vitit 1928, ai thotë bukur është Trieste, por më bukur është qyteti i Durrësit. Letra e tij të vut babës dhe nënës. E mbaron me fjalën djali i yt i vogël, Alex. Po ajo që e di studiosit tanë, më ka emocionuar sidomos lajmi kur ai përpara se vinte në skenën e Odesës, i erdhë lajmi se të vijë babai. Edhe me të vërtetë literatura asaj kohe thotë që Rusia u gjyzu përpara Mojsiut, por në atë natë kur ati e dhënë lajmin e vdekjes së babait, ai ka shpërthyer me të gjithë forcën e zërit tij, plastikës tij, aktor i përmasave të papërsëritshme.
vetëm mund të thojë në letën që I ka dërguar nënës, thotë tërësisht I trombitur, marrë vesh se ati ynë I gjorë në la për gjithmonë. Shpresoj të mos ketë hequr shumë, në shkruaj më ofësisht se si ndodhë. Neve, faktikisht, nuk e njohim në detaje jetën e këtij tregtari që ka jetuar qytetin e Durrësit, me tregimin e lëkurave të filozofëve e tjerë. Por, është një jetë tjetër sa e emocionuese, sa e rrifme, ku ai në përvetojnë e krishtlindjeve I don jetën babait dhe ku I kërkon të falur për sjelljen e tij të pakontrolluar që I ka sjellë të lashë familjes, qoftë kur ishte fëmijë, qoftë kur ishte student. Ne vetëm gruan e dytë. Pse? Mos me prek anën morale të Aleksandr Mojsiu? Atëre, profesor, ju them diçka tjetër. Ai autori gjerman që u bë promovimi I librit, Rudiger Schafer. Ai pas nderi që një ditë përpara, është promovimi, me dhe I dorëzoi muzeut, dhomës muzeut Aleksandr Mojsiut, fotografinë e Aleksandr Mojsiut dhe albumin kushtuar figurës Aleksandr Mojsiut, që e ka marrë 30 vjet, një kesh ati e fundit, e cila vdiq në vitin 2001. Dhe unë I kam në mose. Si qëllim kryesor, të vënë në dukje se fenomeni Mojsi është një fenomen I skenës botërore në bazë një bashkëpunimi apo një konkordance jashtëzakonisht të lidhur midis regjisorit me emër Reinat, I cili I tha kondicionit të saj kohe që zotëri sot ju solla një aktor dhe emri aktor sipas një kritiku të kohës në kuptimin e tij vërtet është mishruar në personin e Mojsiut. Mojsiu është një artist I vërtet, me një natyrë të pafrenuar, një piktor pasionuar I njeriu, I cili jep trupin e tij, shpirtin e tij, gjaku dhe nervët në krijimet aktoriale. Është gjeneziteti I këtij regjizori që bëri emër dhe kthesë në artin skënik, që njohti po aq një figurë madhore si ishte Aleksandr Mojsiu. E rante Aleksandr Mojsiu këtë vlerësim dhe këtë zbulim të relinatit asnjëherë në jetën e tij. Dhe gjëja më e betueshme e njeriu është mirënjohja. Dhe gjëja më shumë kur është mos mirënjohja. Dhe Aleksandr Mojsiu thotë, imi me Max Renat, që dhe dintar për të jetën time. Ne thënë vetëm kjo për të treguar se çfarë I dedikon ai Renatit. Por që të dy manet në vitet që pasuan, krijuan atë dyshën emblematike të artit skenik botëror. Jashtëzakonisht mbretëranës I Aleksandr Mojsiu, që kritika në fillim gjermane thoshte ç'është si një shakutim, por mane e kuptuan forcën e madhe brike. Dhe si sot profesori Kerim Çabej, ai kishte timbrin e gjuhës. Che nella